Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije ndahet nga jeta aktoria e njohur shqiptare. Me hidhërim të thellë, komuniteti artistik shqiptar njoftoi ndarjen nga jeta e aktores së shquar Margarita Xhepa, e cila u shua në moshën 93 vjeçare, vetëm një ditë pas ditëlindjes së saj. E lindur më datë 3 prill 1932 në Lushnjë, Margarita Xhepa ishte një prej figurave më të rëndësishme të teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Gjatë karrierës së saj të gjatë dhe të pasur, ajo interpretoi mbi 150 role në teatr dhe 32 role në kinematografi, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në artin shqiptar. Xhepa u bë e njohur për interpretimin e saj të shkëlqyer në vepra të dramaturgjisë shqiptare dhe botërore, duke përfshirë role në Hamleti, Mbreti i Lirë, Romeo dhe Julieta. Ajo u vlerësua me titullin artiste e popullit për kontributin e jashtëzakonshëm në art. Gjatë karrierës së saj, Xhepa ka interpretuar në filma të njohur si Generali Gramafon, Dora e Ngrohtë dhe Appassionata. Aktoria ndërroi jetë pas një periudhe të shkurtër sëmundje të moshkrive dhe u shua në një spital privat në Tiranë. Lamtumira e fundit për Margarita Xhepën u dha në datë 4 prill. Humbja e saj lë një boshllëk të madh në skenën artistike shqiptare, por trashëgimia e saj do të mbetet e gjallë për brezat që vinë.